Përshëndetje, takohemi sot ditë e hënë, ora është 9:18, një përshëndetje për gjithë juve në shtëpitë juaja. Është kënaqësi që sot po rikthehemi në këtë puntat të radhës, në këtë fillim javë, me mua si çdo herë, duke shumë bukur shkëlqen. Faleminderit. Ngjyra e kuqe shumë i ngjan, një këngë e bukur, a? Është e veçantë. Je shumë e Mirë mbrëma veçantë. gjithëve, edhe faleminderit shumë për mbështetjen e madhe që keni bërë në YouTube. Ju falenderoj nga zemra, mirë mbrëma dhe juve, mirë mbrëma Kika. Me mua si çdo herë, e bukra, e mira, simpatikja, Dona. Dona, përshëndetje. Përshëndetje Kika, Përshëndetje, përshëndetje Dona. Valentin. Është nasi që të kam? Kënaqësi edhe për mua. E unë ju komi disa gërshon, disa konkurentve, këto i përshëndes prej shpije, dhjën të na pa sigur, sepse ndoshta dalja në televizion për ja uri do njerëzve menën kështu. Por duhet me ditë që qysh i kemi ftu, edhe i qëftojmë, po me gish për ti një ko. Ndërsa unë me sot kam bo një ardhje të re. Ajo është një bashkëpunëtore imja e veçantë, kemi filluar bashkëpunimet qysh para 10 viteve. Është parë në sfilada të ndryshme mode, një konkurrente e veçantë në për spektakle, triumfuese shumë çmimeve, mirë po ka arritur që me modeling të arrijë shumë çka. Ndjekim klipin për kënë kam fjallën. Televisioni është bota ime. Unë jam rritur në botën e televizionit. Kam realizuar shumë projekte televizive, besoj të më mani mend në spektaklin Bukurie, kam qenë modele, shpeshher kam qenë imazh i shumë reklamave. Sot kam ardhur që të tregoj që sfida është dashuri, më ndiqni mua. E si që tha dhe ajo vetë, zonja dhe zotri, Margarita në skenë. Një përshëndetje është e veçantë, Margarita të ftoj të vendi atje, është nasi që të kam, Margarita ka mikrofonin. Margarita, se këta dhe nuk umnin mirë që të probleme kanë. Margarit, që shpëndijesh? Ndjem shumë emocionuar që u rikteva sërish në skenë. Një bashkëpunim, jo një skenik, se kështu jemi konë bashkëpunëtor, po skenik, por i këthejmë pas 10 viteve. Më në fund. Mirë se edhe dhe duke shumë Mirë se u qeta. Po shkelqen si çdo herë. Faleminderit. Miq, përveç lojrave dhe sfidave, na kemi hap dyer të këtij emisioni edhe për humanitet. Më në fund. Një rast shumë i veçantë dhe do ta ndjekim, do e lëm. Një rast shumë i veçantë që do e kemi pjesë të garës, pjesë të emisionit, edhe që rastet e tilla në Instagramin poshtë mund të na shkruani të cilët dëshironi të shprehni vullnetin që të ndihmoni njerëz të tillë. Ju keni Instagramin poshtë dhe në këtë Instagram na shkruani me një informacione të veçanta, mirë po se çfarë dhe për kë është fjala, e ndjekim klipin. Në jetë shumë kum pas probleme. Problemet ku mundu mi ba shumë të leta. Unë e dua jetën time. Ma shumë me du gjallin të. Për gjallin të më bëj shumë sene. Edhe se jam gjallash për gjallin të. Këqërë mu. Zonja dhe zotrinën, në duar të këtë juaja, eftojmë në skenë Gjejlanin. Gjejlania vjen nga Fush Kosova, një rast i cili, po do t'unin aty zonja Gjejlan, një rast me në mikrofonin të lutëm, keni mikrofonin aty në karik? Po. Gjejlan, përshëndetje. Përshëndetje. Gjejlan, na kemi hapë dyrë të këtij emisioni me ty, po fillimisht, unë dhe gjithë njerëzit që jemi këtu, duam dëgjojmë historinë tënde. Një prezentim kush je? Po, me thonë mirë se ju mirë si jam heq. Emër Gjejlan? Gjylan e Mzeo. Nga vjen? Nga cili qytet vjen? Nga Fush Kosova. Nga Fush Kosova. Gjejlan, ju keni thonë që keni një problem, Po, ju jetoni me qira, po, keni një djalë, po. nuk i keni kushtet ekonomike. Po. Njëjtën kohë ballafaqoni edhe me një jetë bashkëshortore që nuk është shumë e mirë. Po, në jetën te me gjithë kum pas probleme, jetaj me gjallë, kam nevoj shumë për një shtëpi, ton jetën e për rrugë kum pas, shumë kam nevoj për një shtëpi. Gjejlan,
ti ke pas një bashkëshort. Bashkëshorti yt Po gjithë kur se kum që mirë me ta, dhëmë familje gjithë kum pas, a i më borgasht, është përdoru si substancave. i drogës, po, i drogës. Sa ka qenë e vështirë me bashkëjetu me një drogaxhi? Gjithë probleme, gjithë që 9 vite, one gjithë kum pas probleme, qysh ko mujtë e kum shty, shpi s'kam me qira jetaj. A ka pas dhunë nga ajtë e te? Po, gjithë. Gjithë kena pas probleme, ka shtu dhunë për mi mu. Më the, ku na falem para se të vish këtë emision, më the që ajtë të ka kërcnu për me të pas të gru. Po, fillimi më ka kërcnu. Po tani Allah Qa të ka kërcnu? Qysh të ka kërcnu? Më ka kërcnu me familje, me vlla. Fillimi kur unë e ku marrë për burë, ja me marrë, ja se me ma myt një vlla. Po ka pak tu jetu me ta, normal, që tani kena jetu bashkë, me ta 7 zona me gjallë. Po gjithë ton jetën e për rrugë kum nejt, është shumë e për drogen, kokainin, nuk sillet mirë me neve në shpe. Kove të fundit më ke thonë që për të konsumu kokain, ajtë ka përdor edhe socialin e djalit, socialin tënd, ka arrit me vjedh dhe sende për me i shit. Po, ka vjedh shpijen e ka vjedh, për me i shit për drogë, na bëj ke probleme në shpe, pa i po gjinë tash në borgë, unë kam nevoj shumë për një shpi. Ti bëj një pyetje. Po, të lutem. Sa e vështirë është për ty ti përgjigjesh djalit në këto kushte ekstreme Nuk një edhe mirë, po të kallëzaj. Sa është e vështirë për ty, kur nuk i ki parat edhe djali jëtë, kërkon diçka prej te ti s'kim ja plotsu. Po. Kisha po qef një shpi, mi ba kushtet e djallit teme, se shumë më dhejmet, shumë kena ik. Po kërkaj për shtetit një shpi, po venin e kam, me dokumenta e kam, kisha po qef shumë për një shpi, kush ka mundësi mu më përkra. Do të bëj një pyetje shumë veçantë. Sa të ndihmojnë rrethi njerëzit që i ki parat? S'ni mirë. A të ndihmojnë rrethi njerëzit që i ki afër, a të ndihmojnë? Dikush atë ndihmon, atë jep dikush një dorë me të ndihmu. Ti motër se kjo po thotë s'ni mirë, ti shkon e ul volumin e zonit. Më falni se nuk një. Pa merak. A të ndihmon shteti? A të ndihmon përveç shtetit, a të ndihmon njerëzit, a ka dikush që të bjen me hongor? Një farë shpejtim qërtori, a thirret, aj që shtot na jep ka pak harq, aj na ndihmon, me një socialin 110 euro, me nxeja dalëm, jo struja, jo qiraja, shumë jeki, shumë kushtet të këqia i kam. Kënej probleme me burë, kënej kushtet kur që shpej jo, kam nevoj shumë për një shpej. A të ka ndonë njëherë që me gjithë vetën rrugave? Rruga po kum nejt. Kum nejt rruga shumë, se jo pak, po me falemderu Allahin edhe një Aziz Shalianin. Aj ma ka shlu që shpi, po ta shti prap po that me dalë, se po do të me prish që shpi, se shumë e vjetëra. Në anën tjetër, na po futemi në dimë, në fakt jemi në mes dimrit. Sa është kom vështirë me nxjerr shpin, me gjithë dru, apo nxemse, apo me pagu rrym për më nxjerr? Jo, kur që sunja dali. Kur që që një social, 110 euro e marë, që i shpejtimi, qërtori, a thirret, a i ka pak në animan që shtot me hangër me pi, pa i orë që vjen të fik, nuk vjen të shtu. Shumë kushtet të këqia i kam. Kam nevoj shumë për shpi, shumë. Na iftojmë gjithë njerëzit, apo jo Valentin, që të mbështesin rastet e tilla. Atëherë, thirrja ime si një grua, si një nën, si një motër, e kam dëgjuar rastin dhe pak më përpara, sepse ne duhet ta dinim historinë e zonjës. Jam shumë e prekur, më ka humbur ajo buzëqeshja sepse normal në shpirt në ndjejmë dhimbje, kur një motër vuan, kur një shqiptare vuan, po vin Ramazan, i ftoj gjithë ato njerëz nëse kanë diçka për ta dhuruar në ditë Ramazani, zonjën e keni, ka ardhur publikisht për të kërkuar, nuk është e lehtë të dalësh publikisht të kërkosh ndihmë
Dhe unë mendoj që çdo shqiptar ta vej dorën në zemër, qoftë diçka të vogël për ta bërë një fëmijë të lumtur. Ne miqtë të dashur, kontaktin me zonin do t'ja mundsojmë përmes rrjeteve tona në Instagram. Na shkruani, komentoni, do të qëndrojmë prapë sepse do rikthehemi prapë, do të rishulur atë. Margarit do të kyçe me pas sepse ta bëm një hyrje kështu pak masi. Dona, si e shet ti këtë raste? Në fakt është shumë rastiron për muni edhe mas pore përgëzoj që është një non tepër e fort, edhe përgëzoj që i ki kalu këto sene, po kalzon që i një gru tepër e fort. Edhe përgëzoj që ke dorë për fakt që nuk është e letë me dorë para kamera dhe mi kalzu këto sene, po i edhe një mesazh për këtë komplet ato grote tjera që janë të ignorisoj si te. Edhe e shfrytëzoj rastin që për me bu një thirrje të paktën kush ka mundësi me një mu me veshmbathje, me pak ushqim, tash po na vjen edhe muaj shejti Ramazanit, edhe kush ka mundësi të paktën sa do pak me mujt minimu, i shkon ti për mirë, kështu që s'po di çfarë më thon, jam pa fjalë seriozisht. Sigurisht që unë besoj shumë të ne deri në fund të ditës së premte, ne vetëm se do të bëjmë një zgjidhje edhe që do mundohemi që të realizojmë diçka të bukur. Po, Valentin. Atëherë, për gjithë teleshikuesit, unë mund t'i ofroj vetëm krahët si ndërtuese, ja ndërtoj unë shtëpinë Zonjës me një ekip që mund të më bashkohet, por unë nuk kam lek që t'i ofroj lek, kam vetëm krahët e mi si muratore, unë publikisht e ndihmoj Zonjën. Faleminderit. Do të rikthehemi prapë të kjo histori brenda këtij emisioni. Margjem, kur dëgjon skena tilla, na kemi kaluar shumë emocione bashkë televizive, po kur shef skena tilla, çfarë përshtypje merr? Jep një përshtypje që është një nën shumë e fortë. Ka një forcë për të dalë balë çdo sfide që jep jeta, dhe ndihmon djalin e vet, jep një përkraje. Është një dhimbje shumë e fortë. Dhe të gjithë femra që vojnë në këtë situatë të dalin balë çdo lloj gjëje, ose të ikin, të largohen nga i pashort. Të ikin dorë për hirin e fëmijës së tyre. Do kisha marrë një mendim të Mustafës, mikrofonin nëse ke aty? Po. Është një situatë shumë e vështirë, kek. Është një situatë që nuk është e lakmueshme prej, është një nonë një fëmis, nuk është e lakmueshme prej një burrit me hek këto në këtë scenet edhe prap me marr forcë me dal para televizionit, edhe me ju bëj apel të gjithëve kush ka mundësi sa do pak, bile sikur që tha kolegja Dona, bile pak me veshmbathje ushqim, edhe sa do pak bile mi mbështete për krajo me paska prej. Mos sikur për ty, sikur për Donën, mos u lindni vetëm të pak e ushqimit apo veshmbathjeve, na kemi sinë më shumë të me gjeni donator për me marru shtëpi, se veshmbathje dhe ushqim janë gjëra dytësore, po. Mas pari përshëndetje. Kështu që për këtë motrën, inshallah mas pari Allah i ndihmon. Kështu që me mujt me gjetë një donator, me ndihmu për shtëpi, të paktën për qerasë, se unë ja del me bo pagese, që tash kur të qetë me 25-6 për shtëpis, kja nuk ka ku shkon me djali. Të rrugav, që kështu i kësha lu këtë mision, kom e i kësheron. Okej, Gzan, edhe Gzan për duke shumë bukur me qëra fjalla. Përshëndetje mas pari, unë po vjam pak shumë keq, shalavi Zotin ndihmoft, është e vështirë me dani nanë para kamerave me lyp ndim. Inshallah veç Zotit ndihmoft, inshallah edhe me këta njerëz të mirë që na ndjekin në rrjetet sociale, mes televizionit, i bëj thirrje që më ndihmu bre një shtëpi me amaru ose diçka mos me lan keq. Jo vetëm Xhelani, po në javë për javë do të kemi njerëz si Xhelani, edhe i ftoj gjithë njerëzit Nevojli, Hallëxhi, që ti bashkangjiten historieve dhe gjitha nanave të cilat janë si Xhelani që të na bashkohen, dhe pse jo një ditë në javë do kemi një kënd të veçantë që kemi bërë për Xhelanin. Xhelan, a i ke po emisionet tona? Me mikrofon. Jo, fiq një herë Mustafa, kur u dalë që ato e këmë po, mo jo. Okej, unë e di që ju e një fare fes me zveti. Ti e tezja e... Po, tezja Mustafës janë. Tezja Mustafës. Na do të bëjmë pa mundurën që brenda këtij emisioni që ta ndihmojmë, na kena me pasur nesër këto, edhe që
ja për më thonë njerëzve po, unë e besoj shumë të njerëzit, edhe sigurisht që do të bëjmë pa mundurën që na ty s'paku brenda muajit Ramazan si e para kështu, me të gëzu edhe me bo diçka të veçantë për ty. Allah ju shpërblyep se shumë kam nevojë për shtëpi. Faleminderit shumë Xhelan. Xhelan, unë të ftojmë mu bashkangjit andej. Faleminderit shumë, mikrofonin do ma kalosh mua. Faleminderit shumë Xhelan, ishte kënaqësi. Do jemi prapë në emisionin ton nesër. Më vjen mirë kur i ka zonja të fuqishme si Xhelani, edhe vinë e kërkojnë asje. O gëzëm, tregom pse je vesh kështu? Marim ju më veshte i du shumë. A i donë shumë, a? Po. Që ta është e dalë balist 24 karaç. Ta më mburra. Ta më mburë. Hej, qa kini gjetë të ullësët e juvja? Qa kini gjetë? Kemi gjetë disa librat e bukur. Disa libra i keni gjetë. Kthejni ka kamerat librat? Kthejni ka kamerat librat? Edhe ti Margarit? Po më vjen mirë, pas ke gjetë libra të lezetshëm. Okej, edhe të holë, do më thonë jo trashëm si libra. Jo shumë. Dona, ata mërmenja që këta janë idealista. Metet për mu po. Metet për mu po. Ti, Valentin? Ti shohim? Të shohim. Ata, Rekzan, mikrofonin i fare. Mere librin. Urna, po Të të njulli eftojnë për pak se cia, ne? Oke, këthe ka kopertina. Jo, fletën e para, Rekzan. Fletën e para? Po. Qato që ki, që është e para, qaja, kopertina. Po. Rekzan, lexona qa po thot? Qa po thot e qa po lexon? Po. Digi, print. Po? Ceramfti, disk studio. A ty me të mdoja qa po thot? Po, qa ty? Qëtër onë këtu? Katalogu. Katalogi. Hape faqen e dytash? Bravo. Qa po lexon? Këto e ngjyrat. Ngjyra, kthe ka kamera. Bravo, tash unë du me të një mu, që po vi me të një mu. A po lexon qka të ngjyrat? Po lexon. Qa për shamull? Të ngjyrat qëto, a qëto, kamera fokusajeni. Qa po lexon qëto? Love. Me mikrofon. Love. Po? Cost. Bravo. Cilë që këj numër? 622. Bravo, tash me bëjmë një hapje të lirë. Opa! Dojnëm qëto. Okej, dojnëm të ngjyrat. Cila ngjyra që kjo? E bardh. E bardh, do ka fart e bardh, ja. Nuk ka fart e bardh, po si ngjyrë bloci. Okej. Po fillaj piknire, fillaj. Ja. Okej. Cila ngjyra bloci këtë kjo, ha? Në që thërë nga gjysh poetit. Gjysh bërë? Okej. Me dzizë. Cila ngjyra që kjo? Krem. Krem? Krem, ngjyra krem. E që kjo? E kaltër. Okej, hajde kalim qëtu tash? Që e ka emrin që kjo? Po na i thojmë për më smi up qesat. Vjersat. Vjerse? Po. Okej, e që kjo? Edhe ajo është vjerse milon qesat mrena me shtirë. Mrena qesat, a zot. O, ndërëm deti, më më dëgët. O, ndeti dolem. Opa. E qa që kjo, Ikzan? Kjo është një qanë që i shtin gjërat të përshimore, ku shkan deti me shti... Okej. Qa duhet, gjërat përshimore. E që kjo? Dhe që këtu e nare vesh pak, se... kjo është që i ngrin, do më kjo është si akoll është. Në zga po pëse nare vesh pak, se në përshami, në të po larë.
Ale? Kja është për më la, për më speshku të E poshtë. që që thojnë? Që që thojnë? Po. Që që thojnë kësajna? Që që ku marru që thashim, be. Diman pak, Ja, snimaj. Diman pak. E që ka kalim diku tjetër? Ndë në majica, pa. Te majicat, me mikrofon. Po mikrofon dore kam Qëfar në gjyro që kjo? e portokall. E portokall. E që kjo? Që kjo? Na i thëmë gjyrë bare, po kjo. Gjyrë bare, kjo është. Gjyrë e katër. Gjyra bërë, gjyra kajtë. Shpa në gjyra që kjo? Këna tjetër ki. Kjo është gjyra gjalbë. E gjalbë, po, e kam shumë. Maru. Kjo arru. Në shkollë ke Okej. mësu, A ke mësu shkollë? Po, vëlloj. E që kjo? Po na të është dy në gjyre, dhe më gjyre, kjo është e katër. E saret. Gjyre saret. Vazhdojmë. Po na në dorën. Na vazhdojmë, hajde, oke na punë. Qka jo thojnë që tëne? Pa e të rëgoha ma herë, tonë, që ke që ty? I ku kje? Të qetë që ke Jo, s'ka të bëj me qilca kjo. Kjo është mishti lopcat. Bravo, e që që thojnë? Qont. Qont i thojnë. Qont e vogël. Që për që ditës. Okej. Qa janë që tu? Shala, ish për... Shola, qëfar në gjyra që kjo? E pembe. Okej. E që kjo? Po i ku mësu ketë pasha zotë, po i ku marru. E që të ka emrin? Kapelo, kja, ba në gjyra nuk për di, kapele dy, kapel me shalë, është normal. Po, e gjyra qëfara? Dhe ke pak se bërë për më doge të mu. Kaltër e qelë. Kaltër e qelë, po. Okej. Edhe shkojmë të qysh ju thojnë që të ne? Fëll. Fyll? Bravo. Bërë ndryshe fyllë që ju thojnë? Që shpë ndryshe? Fyllë që thojnë të gjysh tjetër. A, nuk e di. Bë? Po për Kosovë Me po ta. bë-y. Në shpak, që shtu dhe njerë? Bë-y. Bë-y. Bë, E të tretë në shkojnë qita? lë, bëll. Bël-bël. Bravo. E që të në që ju thojnë? A këta në kapela... Ja, që në kapela. Ka dalë, do të la ta thamë të... Hajde. Po e ma përgjishin të mu. Hane. Se si kapela kajbohës janë. Jo, pak të... Jo, farë, këtë farë, veç pak, këta janë për deti. Për deti? Po. E të talulja ka për deti? Po, të talulja, ka për që ku me... Së shtu. Po të për deti mirë thash ku... A zvonë veç deti do të mi qita, Po ha? vanë edhe për qaf mi qitë. E që ju thojnë? Sheshira. Ashe? Sheshira. Bravo. Do në hadhe një pytje të fundit e kam? Qaza, që litë. Ja, që e kam një pytje të Ti fundit. po këshit tronë, po këshit mi qitë. Që e këna... që to, qka janë që to? Opa. Këta janë për rrugë, një rrugë këtë merë. E që shë thojnë? Ka dalë të ashta kryjën e një. Hajde. Ka dalë. Që kjo është jastak për me qitë në autobus ku të me shku. Jastek? Jastek. Po. E kjo? Kjo loj si singjere të qyshë, loj si singjere ku da jenë marë, ku me fletë, e shpi që të poshtë, shtërije që të me flenë. Okej, edhe fundit. E qëfar në gjyre kjo që kjo? E portokalt. Qyre mirë. Me portokalt e, Qyre mëre mirë. me portokalt për qëtë. Që kjo? A, në gjyre zesë. Okej. Që të dy loj për një qëtë i motin. Edhe fundit. Fundi këti qiti. Ndërëm të thikën. Të thika, jo. Qa janë që tu? Drita. Për çka janë këto drita? Po këta drita i përdor në qeca, i përdor në shpe. U kry... Tash kaldona, qëfar kuptimi pat libri? Ma e këta? Fa kuptimi pa Qërë kam jenen? Qa fa kuptimi katalogo, keme të nëzu këtë cërë, këtë cërë. Mikrofon. E qatë Katalog. kaldëzoj kjo katalogi? Ta në cenat. Për çka? Ta në cenat, këtë lojtë e... Që duhet, për shpe, që duhet, që... Ti a i mësuve që ato shka i thove? Këtë cenën gjyra, kimika, qanta, kapuqa, fërtolina, çokolina, këtë përzi koktel është këtë cenën. Këtë duha rogidje. Respekt, famdire shumë. Do na qëtë ndok libri i...
Ta që më dok libra, që më dok Egzoni. Po, Sa mujta me vrej, Egzoni është color blind, shmujnë me thonë shqip që nuk i vrejnë mirë në gjyra. po është, do me thonë, color blind, edhe na. Tash, I berbërin gjyrave. ma qoj mollin, veto, a disha ki ti dalin për mësusit këtë rast? Se për shamë klasën e 2-3, vetë mësusi që ka kjo, edhe mësusit më shamë vizore në durve, ose ti ngri këto zilivet nëse të se den. I ka Po rruzi ti nëse të faktën o bone shumë i mirë. Valla më ka qitë, valla mësusi mu mi i kome nejtë, të shporta, ti për mas deret. A ki nejt alla ile? Valla po kom nejtë. U Okej, vrejtë. mongër trejne. Valentin që të duke këzone? Për Ka mu po se mirë. ire këtë Për qikës. Valentinën mirë. Më ka Okej. Mirë, sepse Gzim me kimi miri libër moja që i ka atë rritur, mikrofonin po, gzim? Jo, As ti me lexu, ani me figura, Nuk dhe. ka kryma. Figura po. Mere jo me librin ton, me librin ton. Ha, mere, faqin e parë, gzim. Kthej ka kamera, ja, faqin e parë. Qa po thot që to gzim, veç pak? Në zona. Me ty ka të bëj, kjo me ty ka të bëj. Hajde. As po di, okej. Çfarë ngjyra që kjo e librit? Kthej ka publike. Çfarë ngjyra është? Kjo si gjyrbari. Gjyrbari. Qysh i thënë me gramatik? E kaltër. Dona është e kaltër? Jo. E që kjo ngjyra çfarë është? I kuqe. E që kjo? E bardh. E që kjo? E bardh. E bardha? Është e bardh. Kjo të të ngjyrë ka. Çfarë është? Sa me vrej në gjyrbari. Po, qysh i thënë ngjyrës barit? Pjandrojmë, okej, që pjandrojmë, ama shto? Që pjandrojmë. A i di numrat gzim? Jo ma, po i di. Okej, Nga du që të kom tregu që i shkollë në a katë. po okej, që edhe po, Me lizu. okej. Që ky numër cili është? 4, Të? 5. 4. Lexoj e krejt numrin? 4, 5, 4. Mirë thash lexoj e numrin. 4, 5, 4. Që i bjen? Qysh? Qysh i bjen ky numër mu lexu mirë? 3 numrat bashkë. Tre numrat për një herë, që shi thuat? 4, K, K, P, K. K, P, K. Bravo gzim, një doa të gjitje! Okej, a dhe pse nuk po më 454. E tha vet. Se Gzim. kone teve nuk kanë për Okej, gzim, kush është kjo gzim? Kush është kjo? Ramosh Haradinaj. Bravo, që dhe gzimi për mos më shkanë nerva. Qa po thot? Lezo ma? Haradinaj dhe Hoga. Qa kush e ka shkru? Mehmet Gëzhili. Edhe? Nasim Selejman. Kthej ka kamera të këna lezu mirë? Libri ish kryeministit Haradinaj. Bravo. Që pe qeni me ranjët letë? Me ranjët letë. Hajde të zëna që po thot që aty? Me zonë Aktin Haradinaj. Në vizitën e fundit, komisionierët europian Olli Rehn tha se rruga e Beogradit për Bruxelles kalon në për Haug. A do të kishit ju ndonjë koment tjetër? Për ne, bashkëpunimi me tribunalin e Haugës është esenciale. Qa është tribunali Hagës? Tribunali i Haugës? Me mikrofon? Tribunali i Haugës është do me thonë Hauga e përgjithshme. Qka është Haga e përgjithshme? Hauga e përgjithshme është që që me thonë bre? Po qëko në Haugë, do me thonë del para gjyqtarëve, E qa i bjen? që e bje që do me thonë Ta ndihmoj unë. Për pjasit dhe për veti. Qa i bjen tribunali Hagës? në Allah e beki kështë provu, alo me këse seneve, që hajri sholla. A? Okej, edhe ti dona, ti më falë, Margarit. Qëfar libri ke? Unë kam qaqin e Enver-Hoxhën. Po bravo, a ke dëgju për Enver Po Hoxha? normale, Kush është konë? ishtë diktatori i Shqipërisë. Po? Qa po lexon fletë parë? E para biografi, e pasuar në dokumentet e arkivit personal dhe në rrethimet e atyre që njohim, otimi 4. Sa ka qenë prindri mbështetëse e jot janë fillimet e para ti si modele? Time që kam pasur si modele, të arria qëllimet e mia kanë qenë një mbështetje shumë e fortë për mua.
Mami Dona, we love you. Qështë do këtë Margarita? Vibe I mirë, a? Trop fenomenal. Tore suksese. Shumë faleminderit. Margarita, a ke provu me kënu në i herë? Undëro? A ke provu me kënu? S'to kuptova. A ke provu me këndu në i herë? Jo, s'kam zë. Margarit, do vish këtu? Jo. Jo, nuk do të këndosh, do vish këtu. Okej. Ekzan, mere mikrofonin. Test. Qaj kështë thonë Margaritës me zë këndimi? Është një qike më gëllu shumë, Me mashallah. zë këndimi, jo truq. Me zë këndimit. Po. Me kësha këndu një kongë se që Hajde. vazës. Regjia një gati, po. Hajde. Lulje dritje kone për mu, o kur ke shkutim ke hele mu, e tonat të zezët na I ke ba, e unë të du hala, e du dashni, e bëllë menet me bëllë mërzim, e du dashni, e bëllë menet me Nalo pak, Nalo. Adinat fjallin kur të ka femna ndërsi e toll. Po? Qashtu po mdo këtë Margarita aty, ndërsi e toll. Naj. A? Naj. Afroni pak? Ndërsi e toll po të merë ka. Okej. Ta vesh nështë ta ka dikon është të gado ku me di. Ja, të shkurta I ka, dhe ti pa ti kanë me gjusë metre blok e ki. Ja. Shkurta janë të shkurta. Shkurta. Gjata, ja. E qek që mi thoni fjallë dashurie për shambull. Ka me të mytë gruja të shpia. Jo, këfar dashuri sen. Ti më ke thonë që I ke shkru SMS Margaritës, unë të dua shumë. Ja, sashtë. A është të vërtet? Jo. Këta jo e kam po. Jo, a është të vërtet? Jo. Që? Po këta jo e kam po. Mirës jo, po dhe. Këta jo e kam po. Jo pra Ndje jo. që ka folin komentu se njëzët të busë. E dhe në Si sfina të me komente. komentu, kush në komente? Kolje komente, kush e komente Margarita, ti jam, the që Margarita të kanë thonë të që I ka shkru fjallë poezirë, jo. Jo. Jo, është të vërtet. Jo, ajo që jo, mos e u bë. ka marrë unë Jam ka rrëve pipish që kemi telefon. martu një. E ki marrë ti ka me vesh. A, kjo të pas ka thirë ty natën, a? Unë ka marrë gabimisht telefon, nuk ka bëm kushje. Po. Ka shkru mesaj, ka hafi ka përmesh. A, Gabimisht e telefon. që do marrë që tu të shpia të gruja ta që të ka thirë kjo? Jo, ka fi ka përmesh, ka thonë. A dhe këndaj, Unë kjo kuptarëm që tu. ka kamera. Jo. Dura e ti dhe ka marrë unë gabimisht ju kërkoj ndjes. Mos I përtit burit, mos e rif. Qaja kështë premtu një buket lule? Falure. Sena? Jo. A bëj mirë se me respektu din si shoqë, si vaj, si nuk shvet, Si motor. si moto që shtë. Ebe? Po, sen tjetër. Okej. Jemi kolegë, sen. A dëra me dënu këta? Se më denu që ka bona keqë në A dëra një dënim ja Do t'i do? bëj një pyetje historike. Po, një pyetje historike në qofë se se den ki mu dënu. Hajde ojdo këto? Në qa viti ka vdekur Atem Jashari dhe ditën e vdekjes ati. Po, hajde. Ah, A di kusha të mja shori? Po, mëre. Kusha? Luftitari. Po, qëtër? Bashkëru Kosovë. Bravo. Adem Jashari. Po, e kur ka dik? Lufta ka përfundu me 99-ën, po? në të nëntën, po. Ka përfundu lufta 99-ën. Po. Kur ka vdekur. Okej. Dënimin e kena, jo, dënimin e kena. Na ndihmoj një çik. Ha. Sot është data 7. Po. Pas një muaj bën vdekja Adem Jasharit. Pas ti muje, Maj, qeshor, korik, Mars, prill, po, tetor, nëntor. Cilë muj se përmenda? për një muaj. Mars. Po? Mars më do ka do jetë. Mars, ha? Mars. A, Ma përse vërtet? 7 Mars 1999. Mars e dia, ma datën të ma në cak nuk përdi. Okej, ti kini dënim. Po, e dënja, po. Po, a zgjidhe ata njëri kime fa, qëtë kime dënu? Hajde? Mustafaj, Mustafan kime dënu, hajde Mustafa këto? Hajde, Mustafa. Tash? Mes Donës dhe Valentinës. Jo, mu mos më përshë. Zgjidhe njëra ka me hinë sfidë, cëllën e zgjidh?
Donën, Bravo. Dona. Pse më i mu, më i po sepse ke emrin e mami tim, prandaj. E ne shkojmë takojmë të martën, ju duam shumë unë dhe Valentina. Valentin? Kalon mirë sot, do? Shumë bukur. Shifim të martën. Të prekur pak nga historia e zonjës, por shumë bukur. Të martën, ju duam. Shihemi.